107. Në komuna ma e madhe, në komunën e Podjevës ka mas shumë të në Kosovë për komunave fëmijë të vramë. 107 fëmijë ka. Mas shumë të vramë në këtë Kosovë fëmijë. Këtë e kumë punu edhe bashkë me profesor Dorim Abdullahu, në kjo ka një projekt për nëmërë të fëmijë. Afërsisht 1300 fëmijë në krejtë Kosovën. Vetëm komunë e Podjevës i kemë 107 fëmijë. Kam regjisa që ja kom dëzu profesor Dorim. Është të bjo të rëgëj diska. Ka e kërë kumë qëta, ka e shkuj qëtë libër, 2 herë kumë mendu me lanë krejtë. Pse? Është vështirë. Qëka të rëndoj ma shumë? Po të rëndoj kërë nona të regën, me syte dhe të poshtë, vetëm rruga në ndojtë, ja haqen kukën djallit. Këso i kemë 4-5 raste këtu. Që raste sa ronda Bugujevcet, kërë ka po ka e përlisin kukën e kështu. Kemë baba në shkollë zhjetis, thëtë me sytë mirë, kërë ja preti kukën djallit me automat, pushka automatike, truti dullin në për tëkë. Ose tjetër në kolegj, baba ullën në rimorkijë, një vajzën prehen, sërbi me pushka automatike, ka prej kokën babës, këtë trutë fëmijë u kanë ra. Këto kanë qenë shumë trona për mu, besë 2 herë këmë tentu me lanë mësë me kryrë këtë libër. Këtu e në 88 rëfime. Kjo rasë është ka përngjallë me ditët prej 24 marsit, kur kam fillu bombardimet e natës. Dhe me 19 qershor, ku janë largu forcat e Serbisë, e ushtria nga Podjeva, nga Kosova, janë 88 ditë, edhe rasër më ka ra. Gjdo njeni rëfim të regoj diçka që kur publiku, opinion nuk e ka të dëgjua. Është edhe rëfimi Saranda Bugujevcit? Gjitha rëfimet janë. E saj personalisht, a? Gjitha rëfimet, komplet Saranda gjithse. A kam pritu me i dhanë këto rëfime dhe sa deri në sa detaje kanë dhanë, sa e kanë hapë zemrën me i tregu këtë rëfim ka që dhemë shumë që e kanë përjetu familje tona? Po të regoj, po e fillim për Saranda. Saranda këmë kontaktua disa herë. Thëtë meri rëfime tira e shkuje vetët që ma mu se nuk po mu i këthehen ata shfillë krejt vetë për jasaj kuhe, se më në rënë është. Tu disa femra, disa nona, mu ka dosh për mes 23-4 me lutë se vështirë dhe shën rëfime. Po që ka këmë konstatu në gjatë rëfime, një familje ku i kanë vërot 3-4 ka do në tragedi, familjarët kur me zvetë nuk e kanë bisedu rastin. Kur e ku morë një rëfim për dikuj, tjetëri antarë në nesët, në rruga, mas disa më ka pyet qëka të tha nona, qëka të tha baba atë. Të thot, aq ke marrë rëfime, sa që as brenda familjes nuk janë hap ato rëfime as njëherë. Se kanë ditë njani prej tjetër, baba me nanën, djali me... Unë e ku më të regu, këtë ras më tha nona, këtë ras më tha baba, këtë më tha baba për këtë rest, se nuk e kanë ditë, nuk e kanë bisedu me zvetje. Këm një ras po dhije, një zhdukun, kur familjarët me zvetje se nuk kanë gjendi me bisedu për personin e zhdukun. Familje nuk bisedu. Janë trauma shumë. Trauma. Unë e kumë bisedu ma të babën herë, ka vdek. Unë e 99.9% e di që është i vdekun, po 0.1% besaj dhe zdu me full për atë rast. Kjo të rëgën që nuk është marrë askush me këto traumat këtyre familjeve? Jo, absolut. Kontrol psikologjike ose ndonjë medicinë? Jo, në fillim kry që kuj ndërkomtar, a i ka vizitua një kuj familjet e personat zhdukur. Gjitha vjetë i ka vizitua, në fillim 7 vitet e parë, pas e mos së pësumim të u kërkush. Jenë kategori që në lëmë pas dëre. Fa rëfime, cili rëfim të ka prejkë ndoshta edhe juve si autor që e thatë edhe ato që keni mendu me ndalë krejt këtë punë? Ashtë rasti këso që ti me këllet, ja. Qëpa rasti është këtë? Këta e ka nalën në Grashtic, në Kolion, paramilitar. Grupi pole o ka morë krejt pare që kam pas. Grupi dyt i ka liruë. Bile thët, bashkërët, dhe që të nona ati të vromit, thët, një policë sërbë, herë thët në gjuhën Shqipi, thët ati, qëni këse këta të mitjan, e shkoni madhë. Qëni se të mitjan, edhe në përëkim. Grupi tjetër, ja ka morë djallin, ja ka 18 vjeç. E ka qitë vetë 5 metra ma në sëmë të rrugës, se gjithë ku kuj kanë vrojë në sëmë të rrugës dhe i kanë gjuhën për rrugë. Grashtic këllit. Edhe po thërë, tha, oj, nëmë për vrasin që me bo, unë esha, tha, me thmi me këtë në Rimorkia, e kopa kokën, është halal të kovë gjini nënë se unë e s'këm qatë bëjë. Edhe e ro. Edhe me marrë gjallin tjetër, që është në rëfima i ka me gjallin. Burri, tha, po e thët, ma vrove një mëse tjetërin, hajde ti, venti. E mërë thët burrin, e thirë një tjetër, në gjuhën sërbe, cigo, hajde mërë me këta. E mërë thët, një loj si thiki, jo të të mëret, po si me këthejës, që është mojen, e ro thanë fytë.
edhe pushka automatike e gjuhët qatë. Tjetër tha të te ke ma morë vojzën kërë, me mërkije. 3-4 mërizë edhe ke për njënë vojzën teme. Prap edhe ke tjetër ndjoll e qitë edhe ke me ekzekutua. Qështë me përjetu këto, ke ka qenë të merë. Po du më ndalët një temë që pak është ma e ndjeshme, por që nuk e shpjegujnë shumë, po me qenë se ke pas kontakte me familjarët. Çështja e dhunimeve gjatë luftës. A ke hasur në një rrëfim që thatë që nuk i kanë diskutuar as me familjarët, por ju a hasut në një rrëfim që e pranuan gjatë tregimit ose gjatë diskutimit me juve e pranuan diçka të tillë? Kush e lexë librën e krimeve sërbe edhe këtë zërat në luftën e Kosovës e konstaton që ka pasur dhunime shumë. Ka pasur dhunime. Në lap janë kone 3 kompet për qëndrime që shumë pak u folë për të edhe nashtë edhe kërkush se den. Me 19 prill e kanë formu forcat sërbe në kam fshatën Shajkov dhe ku të mbi 30.000 vetë kanë qenë. Me 1 maj, në vërtet me 2 maj, e kanë prumë një pjesën perendimore në Barileve. Edhe me 26 maj, i kanë në Metej, 3 kompe, janë kontraktuar mushti. Njerëzit të izoluarit kanë jetuar në mënyrë njerëzore. Ka pas vrasje, ka pas dhunime, ka pas arresti. Në njërin prej këtyre kompeve ka pas dhunime sistematike. Do që natën, atë natën ku kanë qëndruar në për traktora, në për dhoma, në hisër të kanë marrë femër, me zëri kanë dhunuar. Kjo të regon në libër dëshmit e njerëzit të kërë. Ka rrëfime, do më thonë originale nga... Rrëfime që gjatë natës kemi ndëgju brimë në për dhoma, heshen, kështër, so që në kohë ndashtë kanë mojtë kudestari natën s'kanë fletë burrat, në për koridore ku kanë qenë për shkaku të dhunime. Edhe me këto kompe su merë kur dhe tash. Edhe se republiku e që kanë egzistuar. Dhe krejt kjo puna juaj, çka mësuat, për them ashtu ekskluzivisht, që na si publik, që banorët të vendit se kemi ditur, edhe që mundesh me na tregu që kjo është rësia që e ke sjellë? Jo, na mas po nuk e kemi ditë çfarë krime shka bo Serbia. Unë po flas për komunën e Podijevës, se këtu kështu kanë bën shumë komunat të Kosovës, po unë flas për Podijevë. Se kom punuar tash në 27 vite, po apet nuk kom arrit me dokumentua krejt. Tash për vërtetë që ka lëshime, sepse njerëz kanë shkuar. Unë kom intervistuar në Arabinë Saudite njerëz, në Amerikë përmes mënyrë elektronike. E kom libër, se kom pa kurrë. Kom dëgjuar çfarë kanë ndodhur, çuçi kanë ndodhur, janë shkuar jashtë, jo 4 kom që kom të rësuar jashtë. Veç përmes internetit, e kom me zë që i tregojnë. Banorët këtu që